sepse është diskutuar dhe është thënë sigurisht gjatë fushatës ne kemi deklarata politike që jo e ka bërë policia e shtetit, anatemohet e tjera e tjera. Në fakt ka qenë vetë personi i cili ka denoncuar në polici. Pra nuk ka qenë policia me veprime proaktive, që ka qenë në terren dhe ka kapur në flagrancë të vetë. Ai ka vajtur përkundrejt premtimit, i ka dhënë kartën e identitetit fillimisht, ai ka marrë në banesë dhe i ka thënë kur vitet e votimit të ke garanci do t'jap 500.000 lekë. Po vetëm për një vot? Edhe premtimi po. Edhe premtimi është pjesë e dispozitës për korupcionin aktiv në zgjedhje. Flitet për një grup votash. Flitet për një grup votash. Të paktën ai që ka bërë kallëzimin. Të paktën në rastin konkret është vetëm një kartë identiteti. Një kartë identiteti, por në deklaratën i cili ka dhënë personi, ka thënë që më kërkoj që të mblidhe dhe kartat të tjera. Pra, por është kapur për këtë kartë. Pra, po flasim për një episod. Në flagrancë. Po pra, flagranca është për një episod. Dhe mbasi ka bërë kallëzimin, me njëherë policia, për shkak se nuk ishte orientuar dhe ishte në kushe urgjente, ka thirrur prokurorinë e jurisdiksionit përgjithshëm të Fierit. Ata kanë drejtuar fillimisht hetimin, veprimet e para, kanë bërë kontrollin e banesës, është gjetur karta e kështu me radhë, e kanë arrestuar personin në flagrancë dhe pastaj mbas kësaj, mbas këtyre veprimeve të para që gjykata i ka vlerësuar të drejta, vlerësimin e arrestit, menjëherë ka vendosur që të kalojë në SPAK për hetime të mëtejshme kjo çështje. Madje, sepse do dije që do bëje diçka e madhe në këtë histori, sepse pritet dhe arrestime tjera në flagrancë. Këto ditë do dëgjoni. Edhe për fat të mirë nuk është SPAK-u që ne prisim, është vetë policia e shtetit që po i bën. Dhe nuk do t'i bëj vetëm në Fier, por në disa zona tjera sepse ka të dhëna. Pra, ka indicie shumë të forta për këto shitblerjet e rrugës që ne i quajmë, jo shumë të organizuara. Që policia i di, ka informacione dhe mund të shkojë dhe mund t'i godasë direkt si në rastin konkret. Edhe në rastin e Lushnjës, personat që kanë bërë hetimin, pra vetë ata që kanë bërë veprimet procedurale, janë familjar të drejtuesve të Partisë Demokratike të njërin për zonave të Lushnjës. Pra kupton, ata janë të depolitizuar, sigurisht, po kanë treguar shumë integritet në kuptimin e asaj që kanë kryer, sepse po të ishte që mund ishte me tarafe kjo punë me politik, ata mund ta kishin lënë, mund ta ishin treguar indiferent e kështu me radhë. Por i vajtën deri në fund, edhe kjo është për të vlerësuar. Një pyetje kam unë që është prapë e karakterit teknik për të kuptuar dhe sa e rëndë është çështja, sepse tash mund bërë përshtypje shifra. 500.000 lekë, pra 500 euro për një votë. Është shumë. Edhe mund shkoj mendja tek ajo që thotë Petra që një person që mund të ketë marrë përsipër edhe vota të tjera. Edhe vota të tjera. Që në votat familjare. Dhe shpresoj të jetë, sepse nëse këtu pas ka arrit puna për një votë në Fier 500 euro që ka keq muhabeti. Dhe e them me shumë shqetësim këtë gjë. Është keq muhabeti se 500 euro mund të thyen shumë veta. Por fakti që kjo shkon nga prokuroria e zakonshme te SPAK, Karamuço, tregon që historia mund të jetë më e madhe se kaq, pra mund të jetë përtej një oferte midis teje dhe me, po mund të ketë një lidhje edhe pak më të thellë, pak më lart. Me ndryshimet që janë bërë, SPAK-ut i përket, pra i takon me kompetencë hetimi kësaj çështje, por sigurisht edhe thellimi i mëtejshëm në grup, që mund dalë një grup i strukturuar. I cili nuk është pa. Sepse SPAK-u është i prirur të shkojë drejt një grupi. Nuk është i prirur të ngelet thjesht në dy letra. Kalimi që shkon aty tregon që ka një dyshim të arsyeshëm për të hetuar diçka më thellë. Dhe menjëherë nuk është se janë çuar letrat në Tiranë, por po merret grupi i 3 prokurorëve që është në Fier i SPAK-ut, pra që ka zyrën në Fier të hapur. Atë janë task force aty që po merren drejt për drejt dhe po marrin në pyetje persona të tjerë. Pra nuk do bëhen më këto veprime duke ardhur në Tiranë, duke ikur prapë në Fier. Janë po aty. Shfrytëzojnë disa ambiente të prokurorisë së Fierit dhe do merren në pyetje, do bëhen gjithë veprime procedurale për të parë kush është mbrapa këtij personi. A ka një grup të mirë financuar që ofron kështu 500 euro që poshtë lart, apo ka ngelur thjesht një episod, thjesht një premtim i cili pastaj do të shikohet në varësi të rrethanave tjera. Po diqen edhe në deklarimin që është bërë të personit, ai e ka pranuar.